Kryeministri Edi Rama zhvilloi një darkë pune me fermerë dhe agropërpunues ku diskutua bashkëpunimi një vjeçar qeveri-biznes. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë vlerësoi qasjen e re ndaj bujqësisë, e cila përmes mbështetjes së investimeve ka dhënë shenja inkurajuese rigjallërimi me rritje të eksporteve dhe zgjerim të tregjeve. Fal këtyre granteve konkurruese dhe kësaj qasje të re në tërësi, sektori po jep shenja inkurajuese të orientimit gjithmonë më shumë nga eksporti. Dhe faktikisht, në vitin që lam pas, lista e vendeve drejt cilave eksportohen produktet tona u zgjerua në 20. Sigurisht ka edhe më mirë, ka edhe shumë më mirë, por shenjat janë mjaft inkurajuese. Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural gjatë vitit 2015 do të livrojë $17 milion subvencione në mbështetje të fermerëve dhe zhvillim rural. Mëtej, kryeministri Rama u shpreh se ulja e taksave për fermerët do të vijojë edhe përgjatë këtij viti, të cilat do të sjellin përfitime për të gjithë qytetarët me uljen e disa çmimeve për disa produkte bazë ushqimore. Gjatë këtij viti, fermerët do të përfitojnë nga heqja e një numri taksash që ne bëm me paketën e re fiskale dhe për shembull agropërpunuesve do të njihet 20% e të TVSH-s zbritshme për furnizime nga fermerët, nga 6% që ishën parë. Pra, për çdo furnizim nga fermerët të verifikueshëm përmes kuponit, do të kthehet 20% e TVSH-s. Në këtë aktivitet, kryeministri Rama ishte i shoqëruar edhe nga ministri i bujqësisë Edmond Panariti, si dhe nga drejtoresha e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural Suela Popa. Ministri Panariti njoftoi ngritjen e një task force për të adresuar një problematikë të hasur kontrabandën e gjë së gjallë.